Profesori dhe analisti politik Dr. Mehdi Hyseni ka bërë thirrje që presidenti i Kosovës Vjosa Osmani të tërheqë vendimin e saj për mandatimin e Glauku Konjufcës për formimin e qeverisë dhe në vend të kësaj të shpallë zgjedhjet parlamentare. Në një shkrim për gazetën Botasot, Hyseni paralajmëron për pasoja të rënda politike në rast të zvendësimit të kryeministrit Albin Kurti. Ai thekson se ndryshimi i kreut të qeverisë, përderisa Kurti mbetet figura më e votuar dhe aktive, do t'ju jap trovë kundërshtarëve të tij, brenda dhe jashtë vendit, për ta forcuar tezën se Kurti është i izoluar nga partnerët ndërkombëtar. Mos e humbisni kryeministrin Albin Kurti. Lajmi se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e ka mandatuar Glauku Konjufcën për formimin e qeverisë është shqetësues, sepse me këtë potezë fitojnë të gjithë forcat politike kundër Albin Kurtit, si në kuptimin e politikës së brendshme, ashtu dhe të asaj ndërkombëtare. Ky do të ishte gabim fatal i politikës strategjike të Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, jo pse Glauku nuk e meriton të zgjidhet kryeministër, por derisa të jetë aktiv dhe më i zgjedhur i Kosovës, Albin Kurtin nuk duhet zvendësuar me asnjë bashkëpartiak të tij nga vetëvendosja, sepse automatikisht do të krijojë vakum dhe krizë politike në udhëheqjen e politikës dhe të diplomacisë së qeverisë së Kosovës. E pranoi Albin Kurti që Konjufca të jetë mandatar i ri për formimin e qeverisë. Kjo do të ndikojë shumë pozitivisht edhe në sy të opinionit të brendshëm, edhe të atij ndërkombëtar, të rivalëve të tij, se me këtë ndryshim aksidental shumë të gabuar, do të vërtetoheshin tezat, akuzat, shpifje dhe gënjeshtrat se gjoja e Albin Kurti është kundër jo vetëm opozitës, por edhe kundër BE-s dhe Amerikës, thot Hyseni. Mëtej ai thekson se partitë opozitare, megjithëse deklarojnë se nuk do të pranojnë një mandatar si Konjufca, në praktik mund ta mbështesin këtë opsion, sepse ai u shërben interesave të tyre politike. Prandaj kjo do të ishte forma më e keqe dhe më infantile e eliminimit politik të Albin Kurtit nga posti i kryeministrit të Kosovës, pavarësisht nga deklaratat e kryeliderëve partijak të Kosovës se gjoja nuk do ta pranojnë as Glauku Konjufcën për mandatar të qeverisë. Në fakt, ata mezi po e presin që ta votojnë këtë propozim të presidentes Vjosa Osmani, sepse ky është opsioni më i kapshëm dhe më i leverdishëm i gjithë opozitës, që politikisht ata ta eliminojnë kundërshtarin e tyre, Albin Kurtin, për më tepër në këtë kombinatorik diabolike. Ndërkohë do të eliminojë politikisht edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, sepse pa Albin Kurtin ajo e ka të vështirë ta ruajë postin e presidentes, nënvizon profesor Mehdi Hyseni. Bazuar në këtë analizë, Hyseni thekson se nga moszgjedhja e Albin Kurtit kryeministër, goditjet e parapolitike do t'i marrë lëvizja vetëvendosje, e cila pa kryetari nuk do të fitojë asnjë zgjedhje parlamentare në Kosovë, siç shprehet ai, as me plebishit e as pa plebishit. Ndaj zonja presidente Osmani anuloi një atë vendim për mandatimin e Konjufcës për kryeministër dhe në afatsa më të shkurtër i shpallni zgjedhjet parlamentare në Kosovë, sepse do të fitonte vetëm opozita me aleatët e saj të brendshëm dhe të jashtëm, e cila vite me radhë po e akuzon Albin Kurtin si armik të partnerizmit ndërkombëtar kundër Amerikës dhe BE-s, apelon Hyseni. Për profesorin kjo formulë për mandatimin e Konjufcës kryeministër të Kosovës do të ishte me rrezik dhe me pasoja të mëdha të palexueshme dhe të papritura që do të dëmtonin karrierën politike të Albin Kurtit, duke e detyruar që ta braktisë Kosovën. Kjo do të ishte një tragjedi e madhe për Kosovën dhe për shtetasit e saj, prandaj zonja e nderuar presidente Vjosa Osmani shpalli zgjedhjet në vend të asaj formule propozuese, Glauku kryeministër, përfundon analizën Hyseni.